Si të veprojmë tani për veshkat? Për detoksin e veshkave. Po, për shembull, mënyra shumë e thjeshtë. Thjesht me çaj me bishta qershie, mund të konsumojmë edhe 200 gram qershi në ditë, që është e mjaftueshme. Janë tani të sezonit, kështu që mos të mendojmë se marrim shumë sheqer, për shembull, 200 gram do thotë njeriu sa janë, jo. Ato kanë aftësisht 5 deri në 6% sheqer. Pra na bie shumë pak. Mund të themi sa çereku ose gjysma e sasisë së sheqerit që ka nevojë njeriu për konsumim, për ta djegur gjatë ditës, ndërsa bishtat e tyre mund t'i mbledhim, t'i zijim dhe i bëjmë si çaj. Ose bashkojmë hithrat për shembull, një dorë me hithra, një lugë gjelle bishta qershie, mund t'i zijim mirë 2 minuta, 3, dhe këtë çaj ne pijmë gjatë ditës, për shembull 2 deri në 3 gota. Pra është një detoks i veshkës që harrihet lehtë.